Duke u afruar, na kërcënuar duke qelluar me armë, nuk e di ishin plumba të vërteta apo plumba. Baki Goxhaj, pjesë e flotiljes ku u dhunuan aktivistë në Izrael, është kthyer shëndoshe mirë në Shqipëri. Në një intervistë për Shqipëria Live, ai rrëfeu përvojën e vështirë që kaloi gjatë ndalimit nga autoritetet izraelite. Sipas tij, një prej antarëve të anijes u plagos me armë në këmbë dhe u dërgua për mjekim, ndërsa pas mbërritjes në port, aktivistët u nxorën me forcë nga anija. Goxhaj tha se edhe ai u dhunua fizikisht nga disa persona një herësh dhe më pas u dërgua në një tend ku dëshmoi sjellje të ashpra ndaj aktivistëve që thërrisnin Free Palestine. Ai tregoi se gjatë marrjes në pyetje, autoritetet izraelite i akuzuan për shkelje të ligjit, por ai u përgjigj se rrethimi i Gazës është i palishëm dhe se misioni i tyre synonte t'i jepte fund dhunës në Gaza. Goxhaj vlerësoi mbështetjen e shtetit shqiptar, duke falenderuar ambasadoren në Izrael dhe konsulin në Stamboll për ndihmën dhe pritjen. Në flotilje morën pjesë mbi 400 aktivistë nga më shumë se 50 vende dhe rreth 60 anije.